Thot Allahu në Kur'an, unë nuk i kam krijuar xhenët dhe njerëzit për asgjë tjetër vetëm se të më adhurojnë mua. Ibn Kathiri në komentin e këtij ajeti thot, unë i kam krijuar që t'i urdhëroj për adhurim, e jo pse kam nevojë për to. Allahu ka thënë, xhamit janë kushtuar vetëm Allahut, prandaj mos ju lutni askujt krahas Allahut. Ka thënë Muhamedi alayhis salam, çdo tradhtari të pavesi do të ngritet një flamun në ditën e Kiametit, dhe do të shpallet hall përse ky është tradhtari dhe mashtruesi i filonit, i birit të filonit. Thot Allahu në Kur'an, unë nuk i kam krijuar xhenët dhe njerëzit për asgjë tjetër vetëm se të më adhurojnë mua. Ibn Kathiri në komentin e këtij ajeti thot, unë i kam krijuar që t'i urdhëroj për adhurim, e jo pse kam nevojë për to. Allahu ka thënë, xhamit janë kushtuar vetëm Allahut, prandaj mos ju lutni askujt krahas Allahut. Ka thënë Muhamedi alayhis salam, çdo tradhtari të pavesi do të ngritet një flamun në ditën e Kiametit, dhe do të shpallet hall përse ky është tradhtari dhe mashtruesi i filonit, i birit të filonit.